Është vënë gurthemeli Institutit Rajonal të Shëndetit Publik afër Parkut Liria në Ferizaj. Gurthemelin për ndërtimin e këtij instituti e ka vënë kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa, ministri i Shëndetësisë Imet Ramani dhe kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa. Kryeministri Mustafa tha me këtë rast se qeveria që ai udhëheq prioritet ka shëndetin publik. Ai paralajmëroi edhe një projekt tjetër kapital për qytetin e Ferizajt. Tani është gurthemeli i fundit i cili po vehet tek ndërtimi i qendrave rajonale të shëndetit publik, sepse është përmbyll një cikël në gjitha qendrat e tjera. Dhe është mirë që Ferizaj tani në këtë ambient kaq të mirë dhe në këtë pozicion kaq të mirë po ndërton një qendër rajonale dhe unë e përgëzoj edhe ministrinë, Institutin e Shëndetit Publik, veçmas komunën e Ferizajt, për bashkëpunimin edhe për arritjen që dvehet ky gurthemel edhe që në vitin ardhshëm ne ta kemi të përfunduar këtë investim. Është një investim mjaft i rëndësishëm sepse si qeveri kemi dhënë prioritet të lartë shëndetit publik. Ai prioritet do të vehet në argumentim edhe ditë të ardhshme kur do të vehet themeli edhe i spitalit rajonal që do të ndërtohet këtu, me qenë se ministria ka shpallë tenderin për të. Është një investim për 9 milionëve që do të bëhet në komunën e Ferizajt dhe që mendoj se do të jetë shumë i rëndësishëm. Ndërsa ministri i Shëndetësisë Imet Ramani tha se qyteti Ferizaj deri më tani ka qenë anashkaluar nga investimet në shëndetësi. Ferizaj në zhvillimin e vet kohëve të fundit, zhvillimin ekonomik nuk ka mund të përcjellë dhe ngritjen e kapaciteteve qoftë infrastrukturore, qoftë në kuadro për shëndetësi, dhe ne si Ministria e Shëndetësisë kemi vendosur që Ferizajin ta trajtojmë në mënyrë të veçantë, me një prioritet krahas Mitrovicës, si në dhënien e specializimeve, ashtu në trajtimin e mundësive që të investojmë në infrastrukturë. Ky gurthemel sot do të mbyll ciklin, ashtu siç tha kryeministri, të ndërtimit të objekteve moderne për shëndetësinë publike, sepse investimi në shëndetësi publike është investimi në parandalim të sëmundjeve, zbulim të hershëm dhe si rrjedhoi edhe një kosto më të lehtë të përballimit të pasojave. Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa tha se projektet në shëndetësi që po nisin si vjet janë ndër projektet më të nevojshme për regionin e Ferizajt. Me këtë moment po fillon zgjidhja e problemit të kompleksit të instituteve të shëndetit publik dhe të komplekseve spitalore në këtë ambient tepër të veçantë dhe shumë pitoresk, me të cilin ne po shënojmë fillimin e zgjerimit hapësirave shëndetësore për të gjithë qytetarët, në veçanti për ata që do të kenë nevojë për trajtimin e sëmundjeve në këtë lokacion, për 1/4 afërsisht të popullsisë së Kosovës, sepse rajoni Ferizajt parashihet që të ketë një numër të madh të qytetarëve nga komunat përreth që vinë këtu. Edhe momenti i djeshëm i lajmit shumë pritur për fillimin e tenderimit të spitalit rajonal, paraqet një nga lajmet më të mira që është dëgjuar në 70 vitet e fundit në komunën e Ferizajt. Për ndërtimin e këtij objekti, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë gjysmë milion euro, ndërkaq projekti pritet të përfundojë vitin e ardhshëm.